Kujtova si ishte shtrenjtë vetëm në njësi numër 5, po. Edhe këtu në njësi numër 2 ku jam, po prap shtrenjtë është. Kujtova gjithashtu se vetëm në dyqane do ishte shtrenjtë. Por e në tregjit hapura është po e shtrenjtë. Domatja 300-350 lek e vëndit që sa ka nisur me dalë. Kastravezi 1700, 170, 190, 1700, 1900 edhe i vëndit. Ndërkohë që çfarë janë importi janë edhe më lartë se sa kash. Natyrisht që këto nuk janë çmime prej kostos së naftës. Nuk besoj që çmimi i rritur i naftës të bëjë që domatja të vinë nga Berati, Lushnja, Livjaka në Tiranë me 100 lek më shtrenjtë, pra me 1000 lek më shtrenjtë, jo. Nuk është ky ndikim, Problemi është tek prodhimi vendas. Vetëm tani ka filluar të dalë dhe është shumë pak. Shumë pak. Përmbytjet, klima, konjunktura e çmimeve të tregut e kanë dëmtuar shumë, për ju sjell rast në specit kuq, i cili u vol edhe u shit jeshil për shkak të çmimeve që ishin të larta një muaj gjysmë më përpara. Nxitimi për të marrë të ardhura ka sjell këtë mungesë në treg tani dhe këto çmime të larta kanë sjell këto qese me kaq pak produkt brenda. Duhet ndërhyrë në strukturën e prodhimit. Duhet ta bëjmë tani pa kaluar në elementin tjetër që inflacioni bëhet strukturor edhe i rënd, kohën i rënd për gjepet e njerëzve.